falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala. Shikojeni, këto janë tubimet e Kuranit shumë më madh dhe të mësimit të përmendsh të librit të Zotit. Fëmijët e vegjël prej moshës 6-7 vjeçare deri në moshën 15 vjeçare ku mësojnë librin e Allahut subhanahu wa taala. Përkundër obligimeve shkollore që i kanë, ata kanë përzgjedhur një kohë të rëndësishme për ta mësuar librin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është një bazë e fuqishme e ruajtjes së librit të Allahut. Është një argument i fuqishëm që ky ummet do të ketë gjithmonë mirësi dhe begati, përderisa këta fëmijë janë të lidhur me librin e Allahut. Pra nuk do asnjë dyshim se do të shpëtojnë, do të jenë lider në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër. Një shembull për të marrur irnek dhe mostër edhe për fëmijët tanë atje ku ne jetojmë dhe frymojmë. Wassalamu alaikum.